Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para se me fillu me dersin, para 2-3 jave bënëm një prezentim një librit. Sot du të prezentoj një libër tjetër, mendoj se ja vlen me pas parasysh dhe me insistu me lezu. Bëhet fjalë për një libër që ka dalë, do thot, për shtypit parafërsisht para një muaje, domethënë në gusht 2025, quhet Në shoqërim të Ibn Taymijut. Dialog intelektual, e ka shkruajtur profesor Dr. Rashid Ibn Abdul Karim. E ka përkthy hoxha i dashur Fitim Gërguri dhe është një libër që mendoj se e ndihmon secilin për të përpas një pasqyrë përmbledhëse për mendimin e Sheikhul Islam Ibn Taymijës rahimahullahu taala, njëri prej kolosëve të Islamit, dietar i jashtëzakonshëm në historinë e mendimit islam, po edhe në mendimit botnor. Saqë pat një shkrim para disa ditëve, ku njëri prej pishtarëve të inteligjencës artificiale, para disa viteve, ka bo një studim në historinë e mendimit njerëzor, kush prej shkencëtarëve në mënyrë më të mirë ka shpjegu analogjin, krahasimin, dhe ka konstatu se dy figura kryesore janë ata që në mënyrë më të mirë e kanë sqaruar çështjen e analogjisë, krahasimit, e cila është origjina e inteligjencës artificiale. Do thotë, inteligjenca artificiale e kopjon ose në krahasim me atë që ka prodhuar mendimi njerëzor, i grumbullon ato dhe i paraqet në mënyrë më të shpejtë përdoruesi të ri. Nëse është temë tjetër, po do të thotë, ai thotë Ibn Taymija rahimahullah është njëri prej atyre që në mënyrë më të mirë e ka sqaruar çështjen e analogjisë, krahasimit. I ka të kaluar edhe filozofët grek, edhe filozofët e mëvonshëm, sidomos atyre që kanë folur për studimin empirik të shkencave. Dhe tregon se Ibn Taymija ka qenë shumë para dhe në mënyrë më të mirë e ka sqaruar këtë fenomen. Kjo në aspekt shkencor, po mos flasim në aspektin fetar. Edhe andaj secili musliman, sidomos ai që ndjek rrugën dhe insiston kuptimin e fesë sipas Kur'anit dhe Sunetit dhe asaj që kanë kuptuar brezi i artë islamit e selefu salih, Imam Ibn Taymija rahimahullah është një njeri që nuk mund të anashkalohet në këtë aspekt. Edhe këtu ka disa sqarime shumë të bukura në lidhje me këtë, do i lexoj nga hyrja, pastaj normalisht edhe përmbajtjen, e pastaj kush ka vullnet, energji me lezu vet, e lexon vet, se nuk ka me humb dhe nuk asnjë libër nuk humb njeri me lezu. Po ndoshta ka nevojë me ndihmë një tjetër për me ja thjeshtu listën e librave prioritar për të lezu. Quhet libri, tham, Në shoqërim të Ibn Taymijut, dialog intelektual. Shtëpia botuese Qendra Delail, kur e ka botu, e jep një shërim shumë dukur, të janë të shumta mendje që njerëzimi ka nxjerrë në pah për të udhëhequr drejtimet e miliona njerëzve për vite e vite me radhë. Qofshin këto udhëheqjet në të mira apo në të keqe. Por njeriu i arsyeshëm përpiqet të shqyrtojë këto mendime dhe të krahasojë me parimet e mendimit të drejtë dhe gjykimit të matur, për të parë sa përputhen me arsyeën dhe natyrën e shëndosh dhe sa janë të lira nga kundërthëniet e brendshme. Në këtë libër ne vazhdojmë të notojmë në mendimin e Sheikhul Islam Ibn Taymijës, Allahu e mëshiroft, për shkak të ndikimit të madh që ai ka lënë në shumë fusha të mendimit islam. Ndikimit të madh që ai ka lënë në shumë fusha të mendimit islam, si në akide, ashtu edhe në fiqh, jurisprudencën islame. Por kësaj here me një trajtim të ndryshëm, në të cilin na udhëheq profesor Dr. Rashid Hussein Abdul Karimi me sinë e tij të qartë që përmbledh ndjeshmërinë akademike dhe të letrare për të na nxjerrë në pah mendimet më të sigurta të Ibn Taymijës nga mesi i librave dhe shkrimeve të tij të shumta. Libra që rrallë kush i ka hulumtuar thellësisht për të kuptuar qëllimet e vërteta të shehut, larg nga mungesa e njohjes së trashëgimisë së tij ose keq interpretimeve. Ndjeshmëria akademike dhe letrare do thotë është një libër që të ndihmon me lezu, sepse stili që ka përdor është i lehtë edhe është joshës. Andaj fillon me lezue, ndoshta me hezitim, pastaj se në lën pa e përfunduar nga mënyra se si e ka trajtuar. Ibn Taymija, këtu është fillim, e ka paraqit një citat Ibn Taymijës rahimahullahu taala, e thot kështu, tregon madhështinë
dhe zemërgjërsinë dhe epërsinë e këtij kolosit të Islamit. Thot, unë nuk e dua që dikush të ndëshkohet për shkak të gënjeshtjes së tij ndaj meje, padrejtisë apo armiqësisë së tij. Unë e kam falur çdo musliman dhe dua të mirën për të gjithë muslimanët. Për çdo besimtar dëshiroj atë që e dua për veten time. Do thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyya rahimahullah, edhe pse e ka ditë edhe në kohën e tij edhe mas e ka pas njerëz që kanë me shpif për te, kanë me fol gënjeshtra mbi te, kanë me akuzu padrejtisht. Ai çka thot, unë nuk dua që dikush të ndëshkohet për shkak të gënjeshtjes së tij ndaj meje. Andaj kushdo që i ka hinë në hak Ibn Taymiyes, ai ja ka bëu halal që mos bëhet shkak gabimi i tij ndaj Ibn Taymiyes, pa ja bëu halal Ibn Taymija që ai të ndëshkohet nga Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo padyshim tregon madhështinë e këtij burri kaq të madh. Pastaj në hyrjen autori i jep disa sqarime, diçka ka më lexuar për këtyre hyrjeve dhe pastaj përmbajtje mos më marr shumë kohë. Thot kështu autori: nëse është e saktë të thuhet se ka dietar që e mbushën botën me zërin e tyre dhe e prekupuan mendjen e njerëzve, atëherë ai është Ibn Taymija. Ai e bëri këtë gjë gjatë jetës së tij dhe vazhdoi edhe pas vdekjes së tij. Pasuesit e tij e duan me dashurinë më të madhe që mund të ketë ndjeksi për mësuesin e vet. Ata e pranojnë vlerën e tij dhe lavdojnë. Në të njëjtën shkallë armiqtë e tij e urrejnë dhe kundërshtojnë me forcë, por askush nuk arrin të ndalet të folurit për të. Në mundësh që e don, dashaj që don, apet epicentër e vëmendjes dhe bisedave është ky kolos Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu taala. Thot, me gjithë forcën e argumenteve të tij, qartësinë e shprehje dhe bollokun e shkrimeve rreth tij, keq kuptimi i shumë prej mendimeve të tij ende vazhdon. Prandaj vendosa që mendimet dhe qëndrimet e tij, ashtu siç i kam kuptuar unë, t'i paraqes në formën e një dialogu mes meje dhe atij. Dhe kështu e imagjinova veten si të isha ulur ballë për ballë me te. Kështu do thotë është këtë libri, sikurse një bisedë që e bën ky doktori me Ibn Taymijen. Edhe e nis shumë bukur dhe shumë këndshëm, thotë kështu. Veç fillimi kam vallazur, pastaj tjetër në lexoni vet ju. Një natë nuk më zuri gjumi, kështu që u çova nga shtrati rreth orës 2 të mëngjesit dhe zbita në zyre, gjë që nuk e bëj zakonisht. Nuk dëgjohej tjetër veç zhurmës së lehtë të hapave të mi, nga që nata ishte aq e heshtur, më duk sikur dikush po më ndiqte pas, por nuk ja vura veshin dhe vazhdova drejt bibliotekës në mënyrë të pavetdijshme. E ndjeja se ajo ishte strehimi im i sigurt, aty ku shpërndahen frikërat e mia, që dëgjofshin ato. Bibliotekën e mbulonte një heshtje e rëndë. Dritat ishin të fikura, por disa rreze të verdha nga ndriçuesit e rrugës hynin përmes dritarës së gjamt dhe ndriçonin një pjesë të librave me një dritë të artë. E kështu me radhë. Pastaj thot, në mesin e asaj drite që rrithte, ranë në sy një libër me ngjyrë kafe, të cilin e kisha dashur gjithmonë dhe me të cilin kisha kaluar orë të paharrueshme. Ishte para meje me të gjitha vëllimet e tij 37 gjithsej. Desa librat në bibliotekën ishin me ngjyra e përmasa të ndryshme. Ky libër, një enciklopedi me kapak lëkure tradicionale, qëndronte me solemnitet në mes të murit të raftëve prej drurit, i rrethuar nga libra të tjerë të renditur ngjeshur. Nuk ishte pamjen e bukur të botimeve moderne, por dinjiteti i tij impononte respekt dhe më dukej sikur edhe vetë librat e tjerë në bibliotekë e respektonin ata. Dhe pastaj kur hap librin, i duket sikur të është e pa Sheikhul Islam Ibn Taymija dhe nis muhabetin me të dhe e fillon bisedën me të, prej saj një pjesë veç edhe duhet ta ndaj. Por o Sheikhu i Islamit, ne kemi shumë nevojë për ty sot. Ka shumë fjalë për ty, shumë të sulmojnë, të kritikojnë, të akuzojnë. Disa të shohin si dietar madhështor dhe mendimtar i thellë, ndërsa të tjerët thonë se je i paditur e i humbur, madje ka nga ata që të quajnë edhe qafir. Këto fjalë i thash duke menduar se do ta zemroj, por ai më habiti, ai buzëqeshi me buzëqeshën e atij që e di mirë se çfarë po ndodh, dhe me tha me një zë të butë plot mëshirë. Fjalët e Ibn Taymijës. Kjo është këtë natyrale. Kush hyn në çështje të diskutueshme dhe sjell diçka që bie ndesh me atë që njerëzit janë mësuar prej kohësh, gjithmonë do të gjykohet në mënyrë të skajshme, sipas pozicionit dhe qëndrimit të njerëzve ndaj tij. Shumë prej çështjeve që diskutohen rreth teje nuk trajtohen me objektivitet. Njerëzit zakonisht i përdorin të tjerët si vegla apo maska për të justifikuar prirjet e tyre dhe dëshirat personale. Shumica e njerëzve nuk lexojnë, ndoshta as nuk kuptojnë, përveç atij që duan vetë, jo atë që kanë realisht nevojë ta dinë. Çudi i thot kitash. Çudi që nuk shqetësohesh për këtë gjë. Mendoja se do të zemrohesh, madje do të shpërthesh. Thot Ibn Taymija,
ai që e merr përsi për t'i ftoj njerëzit në të vërtetë, nuk duhet të kujdeset për lavdërimet apo sharjet e tyre. Ai duhet të përqendrohet vetëm në ndjekjen e së vërtetës dhe kërkimin e provës. Kënaqësia e njerëzve, siç thuhet, është një cak që nuk arrihet kurrë. Prandaj njeriu duhet të përpiqet për të fituar kënaqësinë e Allahut. Kënaqësia e Allahut nuk lidhet domosdoshmërisht me kënaqësinë e njerëzve. Njeriu nuk do të gjejë qetësi të vërtetë përveç nëse edukon veten në këtë drejtim. Kushdo që synon kënaqësinë e Allahut dhe pason zemrën për të kërkuar të vërtetën, duke u larguar nga fanatizmi dhe rreziqet në fe dhe lut Allahun për udhëzim, do të udhëzohet me lejen e tij. Është me të vërtetë është briljant sharrimi i tij. Pastaj do thotë ka një grumull temave që flitet për te, do i lexoj përmbajtjen. Është parathënia, hyrja, zanafilla, do thotë fillon nga jeta e tij ku ka lindë, kur është shpërngull në Damask, zanafilla, bisedë rreth metodologjisë, logjika, kontradikta i Ibn Taymija dhe arsyeja, logjika, ligji i përgjithshëm i interpretimit alegorik, fjalë të përgjithshme, alegorik me xhazin, domethënë është një temë e rëndësishme akadologjike, fjalë të përgjithshme, pasimi i selefit, librat dhe autorësia, tauhidi, ta'vili, komentimi i shtrembruar e ajetit kuranore, al-dhahir, e dukshmeja me xhazi, tefwidi, tejsimi, janë lënë arabisht sharimet që janë brenda librit, tashbihi, nuzuli, zbritja Allahu xhelal, tasawufi, dëlmjetësimi, shaddu rihal, shkuarja e veçantë për xhami të caktuar ose vende ndryshme në thojzat të shenjta që llogarisin njerëzit, bidati, tekfiri, debati rreth akides vasitije, se këtë debat ka ndodhur i madh mes Ibn Taymijës dhe këtë dietarëve të tjerë që kanë qenë dominant në atë kohë në Damask, para sultanit pushtetarit të asaj kohe në Damask, stili i ashpër i Ibn Taymijës në debat, edhe ky libër. Unë veç du me lexuar edhe një pjesë ku flet për bidatin, për me kuptuar se pse ne insistojmë që Islami të kuptohet mirë edhe të ruhet prej çdo gjëje që është bidat, nga më e vogla deri te më e madhja për bidateve, sepse ato do thotë janë mekanizëm shumë perfekt për ta shpërfytyruar fytyrën e vërtetë të Islamit, për t'ia atribu, për t'ia ngjit Islamit shumë veprime të cilat nuk janë të Islamit. E njerëzit që i bëjnë ato veprime me mendu se janë duke bërë veprime në përputhje me mësimet e Islamit dhe mos me ndi veten keq. Edhe andaj ju e dini që kanë shëruar dietarët pse bidati është më i dashur te iblisi se gjunahi, kanë thënë ulemat se çdo kush që bën gjunah e din se gabon, edhe nga gjunahi i tij do thot falje kërkon edhe pendohet te Allahu xhelal. Ama njeriu që bën bidat, ai nuk mendon se është u gabu. Andaj ai kur nuk kërkon falje për këtë veprim që e bën ai, dhe për këtë shkak shejtani e don këtë njerëz se ai vazhdon me bidatet e tij sa të gjallë, bile, nëse aprovohen bidatet e tij të vogla, ai fillon me shtuar edhe të tjera të mëdha, tu mendu se është duke e shërby fen ose duke e kalu veten në adhurime të mëdha ndaj Allahut xhelal. Bidati risit në fe. I thot autori Mirosheikh, folën për 3 çështje që ti i konsiderove të ndërlidhura. Le të flasim tani për të katërtën bidati, sepse shumë prej bashkohetve të tu të akuzojnë ty dhe ndjekësit e tu se jeni të rrept ndaj bidatit. Thot shehu, rrepësia dhe lehtësia janë gjëra relative. Ajo që njëri mund ta konsiderojë rrepësi, një tjetër mund ta shohë si neglizhencë. Madje ai që na akuzon për rrepësi, po të analizosh gjendjen e tij, do ta gjesh që edhe vet ai tregohet i rrept në disa çështje për të cilat nuk ka argument vetëse imitimin e mëdhëbit të tij. Thot doktori, do të thotë se nuk ka ndonjë kriter. Thot shekull Islam Ibn Taymija, jo, ka një kriter, dhe është argumenti, delili. Kur rrepësia ndërtohet mbi ndjekjen e argumentit dhe nuk del nga fjalët e dietarëve, ai nuk është rrepësia e qortueshme. Rrepësia e ndaluar është të marrësh qëndrimin më të ashpër pa ndonjë argument të vlefshëm, që të qartësohemi më mirë gjërat dhe të kthehemi te bidati. Bidati është e kundërta e sunetit. Çdo gjë e shpikur që nuk e ka ligjëruar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe që nuk ka qenë nga veprat e sahabëve të nderuar dhe që bëhet me qëllimin për t'u afruar Allahut konsiderohet bidat. A e shihni këtu kriteret që përmend Ibn Taymija? Çdo gjë e shpikur që nuk e ka ligjëruar i dërguari i Allahut, 1, dhe që nuk ka qenë nga veprat e sahabëve të tij të nderuar, 2, dhe që bëhet me qëllim për t'u afruar Allahut, 3, quhet konsiderohet bidat.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, keni kujdes nga gjërat e shpikura në fe, sepse çdo shpikje është bidat dhe çdo bidat është devijim. Ky është një tekst i përgjithshëm. Nuk është njohur ndonjë sahabe që të ketë bërë ndonjë vepër për t'ju afruar me te Allahu, apo të ketë imituar ndonjë praktikë të lishme vetëm sepse është dukur e mirë. Përkundrazi, është vërtetuar se ata i kanë mohuar dhe kundërshtuar rreptësisht këto gjëra. Si për shembull, çfarë i thot doktori? Si për shembull, festimi i ditëlindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nuk u shpik përveç se pas shekullit të tretë, apo disa forma të shpikura të namazit, dhe ndër bidatet më të mëdha janë ndërtimi mbi varre, madhërimi i tyre, udhëtimi drejt tyre dhe rrotullimi rreth tyre. Zakonisht njerëzit nuk ringjallin ndonjë bidat përveç se që vdes për shkak të saj një sunet ose më shumë. Edhe ky rregull është shumë i rëndësishëm. Pse duhet të luftu bidati? Sepse njerëzit çdo herë që ringjallin ndonjë bidat, atëherë vdes për shkak të saj një ose më shumë se një sunet. Feja na është transmetuar e plot dhe në të gjendet çdo mirësi. Kush mendon se mund të shtet diçka prej adhurimeve apo afrimeve që nuk i ka legjistruar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai është një rrezik të madh. I thot bashkëbiseduesi pse? Përgjigje, sepse kjo përmban së pari, shife arsye sa të bukura janë sharrume për ta kuptuar mirë këtë problematik. Sepse kjo përmban së pari ligjësimin e një feje që Allah nuk e ka lejuar. Domethënë me shtu fe, pjesë të fesë, brenda fesë, gjëra për të cilat Allahu nuk ka dhënë leje, nuk ka folë për to. Allahu i madhëshëm thot: "Am lahum shuraka'u shara'u lahu min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah." Athuval Allahu ka idhuj ortak që ligjësojnë për njerëzit fe gjëra për të cilat Allahu nuk ka dhënë leje. Kjo është e para. E dyta, kjo nuk kupton një akuzë ndaj të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, sikur ai ka lënë mangut në transmetimin e fesë, apo se sahabët kanë haruar ndonjë derë të hajrit që do mund ta kishin vepruar, por nuk e kanë bërë. E sahabët ishin më të dashur ndaj të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam se ne, më të etur për mirësi. Çfarë i ndaloi ata të festonin ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo të ndërtonin mbi varre dhe të udhtonin drejt tyre? Padyshim ishte bindje e tyre se kjo nuk është afrim dhe Allahut, por ndalesë në fenë e tij. I thot autori, e vërtet, me hapjen e derës së bidateve, gati se nuk u zhdukun shenjat e fesë dhe suneti nuk njihet mirë. Madje ai që zbaton sunetin llogaritet i huaj në mesin e njerëzve sot. Andaj, kjo është një prezantim i shkurt i këtij librit në shoqërinë të Ibn Taymiut, dialog intelektual, i ka 260 faqe, 270 faqe, 72 faqe dhe më thonë, 71 faqe, nuk është libër i madh, është B5 format, lexohet këndshëm dhe mirë dhe besoj që ja vlen secili që don me mësu diçka shtesë nga feja Allahu dhu xhelal me pas në bibliotekën e vet edhe me lexu edhe me mësu prej këtij libri gjëra që besoj kanë më bë dobi inshallah taala në jetën e tij. Lutem Allahun e madhëshëm që Allahu ta shpërblen autorin, doktorin i cili e ka shkruar këtë libër, doktor Rashid Ibn Abdul Kerimin, edhe përkthysin hoxhën e nderuar magjistrin Fitim Gërguri dhe ata që kanë ndihmuar botimin e këtij librit. Allahu e shpërblet dhe i dhash në të bereqet. O vllazni, librat që kemi të pranishme sot janë një pasuri e madhe, janë një thesar i jashtëzakonshëm. Sa harxojmë na parë për kafe, për shëtitje, për qefe, më arsyeshme edhe më e saktë është që të harxojmë parë për libra. Librat që shiten te na 5 euro, 7 euro, 10 euro, 15 euro, ta dini se janë badjava. Megjithse shpesh na ndëgjojmë për shumë vëllezërve, oho, shtrenjtë me librat, me marr një libër 10 euro, 15 euro, 10 libra me marr 150 euro, e buxheti jon nuk na ndihmon. Tua them shumë sinqerisht, 10 e 15, e 20 e 30, e 50 e 100, e 150 e 200 për një libër me dhonë është pak. Bilëm edhe 500 e 1000 është pak. Se libri nuk ka çmim që mund të pagun. Realisht, na me 5 euro, 7 euro dhe tëre pagujmë veç letrën, edhe shtypin, pjesën teknike. Nuk pagujmë na vlerën intelektuale që e ka libri. A vlera intelektuale nuk ka çmim se këtë thash, andaj mos kurseni për libra. Bleni libra, lexoni ato kur t'i bleni, po edhe nëse s'keni me blej,
mos e lini pa lezu. Shekh Albani, rahmetullah alej, s'kishte pare me ble libra, shkojke i merke i huazojke. Edhe ato libra që i pëlqeshin, a s'kishte mundësi me i ble apet, mirë për shka bëjke i shkujke me dorën e vetë. Një libër me 5 faqe, 10 faqe, 20 faqe, 50 faqe e shku në letë, ama një libër me 100 faqe, 500 faqe, 1000 faqe, 4000 faqe, nuk është letë me shkujtë. Ama kur njeri e do një gjo, e bon. Ajo që kemi vërejt na të shumice e muslimanve, sot hoxhallar e xhamat, mas paku kanë dëshirë dhe vullnet me lezu. E kjo është për fitneve të kësaj kohe. Fitne e cila na kthehet secili një nga një negativisht. Andaj sa japim pare për telefona 3, e harxojmë pare për luksos. E secili prej neve çdo mbrëmje rrin në kafeteri, e pin një kafe a 2, e harxhon namin e pareve në gjërat kota, mbledhi parët një nga një, edhe çdo javë blej ka një libër, nëse s'mund çdo javë, s'paku çdo muaj blej ka një libër, e mbushë bibliotekën tonë me libra, po jo vetëm i zbukur raftet e mureve tona, jo vetëm i përdor si dekor për dhomat tona, e mi nxjerr në statuse të rrjeteve sociale. Jo, blej edhe lexoj edhe shënoj, lexoj edhe nënvizo, lexoj edhe përfito, lexoj edhe mëso, lexoj edhe ndryshoje veten tonë, atje është i bindur se kush e bën shprehim leximin, ai njeri do të kënaqet të lezu, edhe çdo herë leximi ka me qenë ushqimi më i mirë intelektualiti, edhe ka mu dallu ai njeri të gjitha mejdanet ku ka me shku. Ku do që shkon, me ka do që flet, çfarë do pune që bën, leximin që e ka me e bë dallimin e tij, ka me veçu për tjerëve. Andaj vllazni, korrigjone këtë neglizhencë edhe shpërfillje të leximit, pendohuni te Allahu dhe kthehuni tek ai, duke lutur Allahun që Allahu na shton atë që është më e shtrenjtë, më e çmueshme, më e vlefshme, ajo është dituria, e këtë e kuptojmë nga ajo që kur lipi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe Allahut, atëherë ai lipi, Allahu mjashtu jo pasurinë, jo pushtetin, jo famën, e as udhëzimin e njerëzve, po ai lipi pe Allahut që Allahu mjashtu atij diturinë dhe tha wa kul rabbi zidni ilma, dhe thuaj o Muhammed, lutë Allahun duke thonë o Zot më shto diturinë. Elusim Allahun e madhëshëm që Allahu me na shtu diturinë e dobishme dhe veprat e mira, me na dhon sinqeritet vazhdimisht në fjalët dhe veprat tona, e me qenë qëllimi kryesor jone me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala.